Do të zhvillojmë intervistën me kampionën e 3 fisht të medaljeve në kampionatin e judos në Gjenev. Kemi kënaqësinë ta kemi në këtë komunikim Blina Kurtin. Përshëndetje Blina, faleminderit që jeni me ne sot në pasdite. Përshëndetje, faleminderit për juve për ftesën. Faleminderit shumë Blina, po i shohim disa nga medaljet, qofse po muj me i verejt prapa teje. Edhe kjo të regon punën që e keni bo, po për gjithë shikue se jam i bindën që më vonë do të njojnë gjithë, po si ma i lindën edhe shumë gjudiste tjera, nga të rego pak për historinë tënde, qysh fillove me u marrë me judo, besoj që edhe vajzat të kanë motivu edhe ma shumë, apo jo? Po Majlinda Kelmendi u kanë frymëzime edhe motivime që të filloja judon. Ishte viti 2016, isha në Kosovë me gjithë familjen dhe para televizionit që shumë lurat olimpike të Rios dhe aty pash Majlindën për herë të parë kur fitoj medaljen e artë. Prej asaj dite, unë janë nisa me dashë judon edhe me thonë që du më po judiste si Majlinda. Premte mi të e pa interesin edhe të e ditë që judo është sport shumë i mirë dhe në prasin më të vite më regjistru të një klub i qytetit. Besoj se fakti që jeni në Zvicër ka bërë që të regjistrojeni atje, po për ndryshe po tishit në Kosovë do të bëni të pamundurën që të ushtroheshit apo jo me grupin e Majlinda Kelmendi dhe me Pejen. Po, pa tjetër. Nuk të kish ljonë driton kuka me uend kështu në Kosovë, të kish marrë me njëherë, i bindur jam. Me që ato, e rëndësishmë është që ju po shkëlqeni dhe po arini që me përfaqësu edhe Kosovën, duke qenë shqiptare edhe në për kampionate dhe organizime të ndryshme të judos edhe në Zvicër, një sport që duhet thënë është goxha i vështirë dhe vetë Majlinda ka tregu që nuk e ka pasur letë çdo herë, ka pasur raste kur edhe ajo ka kërku që me undal, me pushu, me marrë vetën, kështu që po besoj edhe për ty, sidomos në ato fillime, a ke pasur në njëherë dyshime rreth asaj se a është ky sporti i duhur, a ke pasur në njëherë mendjen që me u largu, çka të ka motivu me vazhdu? Po, shpeshherë kom menu me u largu prej judos, sepse unë ja kom nis 8 vjeçare judo, kurse gjenerata jame ka nis 3 ose 4 vjet para meja. Kështu që në për trajnime kur shefsha që ata bëshin teknikat ma mirë se unë, ose kur hupsha kundër njënën prej tyre në për gara, isha e trishtuar, mirë po trajnerët edhe prind më kanë motivu të më thonë që çdo gjë arrihet me punë edhe me dashurim për atë sport, kështu që kom vazhdu edhe nuk jam dorëzu. Mirë, para se flasim edhe qysh e ki regjimin, qysh kondita se ne kemi po intervista të Majlinda Kelmendit, Nora Gjakovës, pastaj Akilit dhe gjithë gjudizve, duhet me pas shumë disiplinë, sidomos e dini ju vetë më mirë në ushqim, po dhe shumë ushtrime. Ju e një fituese tashmë e 3 medaljeve, na të regoni në cilën kategori edhe qysh këj gara në përgjithësi? Pra, unë i kom marrë në kategorinë kadet, në -52 dhe në -57 medaljen e artë, dhe në junior, dhe më thamë -21 vjet, në -52 dhe atë medaljen e artë. Ishin ndeshjet vështira, e përfundove ndonjëherë me i pën si shkun kështu ballafaqimet? Po, ishin mjaft të vështira, po e kam kry do me i pën, mirë po sidomos finalja në -57 ishte vështirë, mirë po isha e përgatitur edhe fizikisht edhe mentalisht, kështu që shkoj mirë. Knaci me i fitu ndeshjet me i pën, a? Po, shumë. Është një farë kështu bindje e madhe ndaj kundërshtarit. Po. E përmendi Edi që kë njësoj sikur se dhe sportet e tjera kërkon shumë disiplin, kështu që mund të më tregosh se si është një ditë e zakonshme e jotja, që po besoj krahas edhe shkollës, edhe mësimeve dhe gjithçka tjetër, një pjesë të konsiderueshme të orëve të ditës ta merr pikërisht stërvitja. Po, unë stërvitem rreth 2 orë në ditë, s'pako 4 herë në javë. Një ditë e veçantë për mu janë nis në orën 7 e mbaron në orën 22.
Çdo ditë filloj mësimin në 8 deri në 16:20 dhe kur të kthehena në shtëpi, pushoj pak, para se me shku në stërvitje prej orës 6 ose 7. Mirë po jam të mërkurve edhe i trajnoj fëmijët që janë 6 vjeçar ose 5. Vikendin jam shumë herë ngarkume ose me gara ose me trajnime, ama më shpesh si refere për fëmijë në regionin e Zvicrës francize. Do thot krahas si garuse, që përmendet jeni edhe refere për fëmija, po? Po, edhe refere edhe... Që është kjo eksperiencë, zakonisht sportistët masti ta përfundojnë karierën, dikush bëhet refer, dikush trajner, më shumë trajner, po qenë ka mirë që keni mundësi që këtë moshë të re me qenë refere. Po është përgjithësi, me nda drejtësi? Po, më pëlqen shumë me referu fëmijët, kështu që du me përfitu në maksimum. Mirë shumë. Ne në Kosovë, sigurisht gjudistët tonë në kam fatin të ke një trajner si Driton Kuka, po ti në përgjithësi, sa je kënaqur me trajnerët me cilët punon në Zvicër? Në përgjithësi jam shumë i kënaqur sepse edhe ata kanë marrë pjesë për shembull në gara 2 kombëtare, kështu që e kanë një nivel mjaft të mirë edhe i bojnë trajnimet mjaft të mirë. Blina, ushtërëm vetëm me një trener, apo në klub aty keni më shumë trajnera? Sa është e tha Mediana që ne kemi Driton Kukën, i cili ka merit jashtëzakonshme për suksesin e gjudisteve, edhe Majlinda tash, po atje si është puna? Me sa trener punën, me çfarë programi punëni, si shkon puna? Në fakt unë punoj me 3 trajnera, mirë po është një që është kryesor. Nëse për shembull do të më mungu të ndaj trajnim, do të më thonë çati në njënit, mirë po në trajnime janë 3 dhe në ndihmojnë të 3. Janë trajner të Zvicrës apo jo? Nuk besoj këtë shqiptarë aty në klub. Jo. Atë në klub jam me vetë një shqiptarë. Je vetë një shqiptare, a është e vështirë me të përtu në sportin e Zvicrës duke qenë shqiptare? Jo, s'kom pas sfida për shkak të origjinës time. Unë mëse jam lind këto edhe shkollohem këto, nuk nina inferiore ndaj askojt dhe krejta sfidat i marrë personale, nuk jap karakter të origjinës time. Unë jam krenore që jam shqiptare dhe me mburje shprihe sa herë më jepet mundësia. Besoj shumë që ka ndiku edhe futbolistët në këtë rast, si që Shaqiri, Gjaka dhe lojtarë të tjerë, cilët janë atje, po në sportin e gjudës, kush se njësë sot Majlinda Kelmendin edhe gjudistët, ka ndiku kjo për të mirë, edhe respekti trenerve edhe ndajteje, duke di që me të vërtet tashmë në gjudo jemi shtet i cili një jemi shumë ndërkombëtarisht, kjo besoj që t'je për parësia, po jo? Po shpeshherë kena diskutu për Majlindën e tjertë edhe më thajshin që kam i bëtë gjitha për më posi aja, po kam ndiku pozitivisht. E ka që cilat janë objektivat ose pritshmëritë e tua sa i përket sportit në judo? E shë vetën të investohesh akoma më shumë, të përfaqësohesh edhe në për lojra olimpike, ose nesër pse jo përveç Zvicrës ta përfaqësosh edhe Kosovën, ku janë ëndrat e tua në këtë aspekt? Unë gjithë i kom japë përparësi mësimet, mirë po kësha dashur me shku sa më larg me të dyjat, edhe është hala herët me thonë a do të përfaqësoj Zvicrën apo Kosovën, sepse edhe nuk më varet gjithçka prej meje, mirë po unë do vazhdoj më trajnu këtë ku jam, me bo maksimumin për të 2 shtetet edhe me pa ku po më qanë. Po ti dëshirë do të kishe të përfaqësoje Kosovën nëse një ditë të kërkohet, do t'ishe e gatshme po besoj? Po, besoj që po. Nina përmendet diçka shumë mirë ma herët që thatë që i kemë mësimet prioritet, po zakonisht në sport kulminant, njërën ndoshta duhesh me heq dorë për me vazhdu
deri në fund. Kishte qenë e gatshme që ndoshta me heq dorë jo prej mësimeve, se s'po e bëjmë këtë mesazh, po ti dedikoheni 100% judës, duke di që Zvicra është një vend i zhvilluar edhe jam shumë i bindur që kushtet janë shumë më të mira se te ne. Edhe pse ne kemi demonstruar që ndoshta edhe jo me kushte shumë të mira mund të arrijmë gjëra mëdha. Po, ndoshta duke menuar shumë, e shkon e gatshme, mirë po e shkon shumë e vështirë për me përgjigjen. Po i shohim ato medaljet prapa, besoj që mundesh me na tregu edhe sukseset që i ki pas jo vetëm në garën e fundit, aty shkruan Blina Judo, qofse syti ka me endemir edhe po shoh, kështu që po e shoh kështu nga larg, edhe mundesh me na tregu për medaljet që i ki arrit edhe më herët. Po, e pra këtu janë disa medalje prej fëmirisë që i kam. Me po tjera kampionata Gjenevës, kur njëherë kam marrë pjesë të një garë ndërkombëtare në Francë. Aty mora vendin e dytë edhe tretë. Vitin e kaluar isha edhe kampione e Zvicrës, franceze dhe latine. Dhe kam tjera medalje turneve nacionale të Zvicrës. Deri më tani, edhe pse është shumë herët që ju jeni shumë e re dhe besoj që shumë medaljet e tjera do të shtohen dhe nuk e di se si do ja bësh vendin atë mur. A ka ndonjë medalje që është më e rëndësishmja për ty? Po, kisha thonë më e rëndësishmja është ajo që kam fitu në turneun nacional të Sierit vitet kalum, sepse aty ka marrë pjesë gjithë Zvicra dhe tjera shtete si Franca, se Italia, dhe aty arrita me nëzonë vendet e parë, pra isha shumë e kënaqur me veten. Mirë, Blina, ki pas kontakt me judistët e Kosovës, pse jo me Drizon Kukën, e ki taku ndonjëherë, edhe besoj që edhe për ty është një nder me i taku ata, po edhe ata me pasi potencial që ashtu si që tha dhe Mediana nesër me përfacua dhe vendin tonë? Po, e kom pas, po kom mujtë me taku 2 herë, jam kanë stërvitje me ta, edhe kanë një ndar shumë i madh, me po si funksionon në Kosovë, edhe me po veç Driton Kukën edhe gjithë ata yje, ata janë një burim i madh me motivim për gjithë shqiptarët, edhe është shumë mirë, më kanë shumë fat i madh. E përmendi që ke pasur rastin edhe të bësh disa ushtrime me grupin e judos së Kosovës, nëse mund bëhet një krahasim në ato ushtrimet që bëni në Zvicër edhe këto që bëhen në Kosovë, cilat kanë qenë ndoshta dallimet ose teknikat që i keni mësuar këto që nuk ka rastis ndoshta me i mësu në Zvicër? Besoj që toni është më i vështirë sa ata trenerat atje. Është më strikt, a? Më strikt, po. Po, është më strikt, është fakt. Nuk ka pas edhe shumë ndoshta dallime, veç është edhe numri i judistëve, këto jena shumë më pak për shembull. Mirë po, nuk ka pas edhe shumë dallim, sepse teknikat e judos janë pak si universale. Okej. Ndërkohë që ka interesim nga fëmijët shqiptarë që të mësojnë judon, edhe a mendon që mundesh me kontribu, sa ke interesim me kontribu për t'u mësu sa më shumë të rinjeve këtë sport? Po, me mundësitë e mia kisha dashur me kontribu në të ardhmen edhe kisha bërë me gjithë qef. Deri më tani ka pasur ndonjë koment, le të them, nga komuniteti shqiptar në lidhje me gjitha fitoret e tua deri tash? Po, kom pas sidomos mos publikimit të Albinfos dhe jom një shumë mirë sepse ne jemi një popull që ka emocion kur shef një shqiptar që arrin, kështu që për krahjen e tyre në gara e konsideroj si familjare, pra po, jam shumë e lumtur. Blina, e përmende turneun e fundit që ki arrit 3 medalje, tashmë besoj që gjatë vitit do kesh edhe turnire të tjera, cilat do t'jenë garat që do marrësh pjesë? E po, edhe 2 javë e kam një garë me ekip në Francë,
dhe mas me 23 maj, nëse nuk ka bëj, e kam një atë turneo nacional të Zjerit edhe njëherë. Besoj që je duke u përgatitur edhe për këto garat e tjera në vazhdim, të cilat janë po ashtu shumë të rëndësishme dhe nuk e di nëse mundesh për fond me na dhënë edhe ndonjë mesazh edhe për të gjithë të rinjët, të cilët ndoshta e kanë dëshirë që të merren me këtë sport, por duke qenë, siç e thash, një sport goxha i vështirë, janë në më dyshim nëse është e duhur. Cila është këshilla që jep për të rinjët shqiptarë në përgjithësi? Po, mos e braktis në sportin, mos u shgënjane, transformoni sfidat në forcë, edhe mos u lodhni prej punës për qëllimin dhe ëndrrën tuaj. Kosova ka fat madh që ka një trener si Driton Kuka dhe që i ka gjithë ato yjet e çdo-s. Ata janë, siç e thash më herët, burim i madh motivimi për gjithë. Gjithashtu gjithë rinia mos e kaloni kohën kot, dilni nga zona e komfortit dhe investoni te vetja juaj do t'ju bën mirë. Blina, ne të falenderojmë shumë, ke shumë kënaqësi që bisedojmë bashkë. Edhe po shpresoj shumë që kur vish Kosovë, ta kemi edhe një intervistë bashkë studio, po edhe me shumë medalje që paske sa dush, po do të shtohen, besoj, edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë për juve për ftesën edhe një herë dhe po me gjithë qef. Dhe për fund, padyshim përveç gjitha medaljeve që mundesh me i fitu prej punës tënde dhe këmbguljes, unë dua të komplimentoj edhe familjen tënde që ka qenë, po besoj, arsyeja kryesore sepse ti sot flet gjuhën shqipe kaq mirë ani pse e lindur, e rritur dhe je duke u shkolluar në Zvicër dhe edhe për këtë duhesh me u marrë shembull, padyshim për gjithë fëmijët që fati i ka bë që të jetojnë në diasporë, por që të mos e harrojnë gjuhën shqipe dhe ta flasin kështu si Blina, kështu që bëhuni si Blina, të jetë një moto kështu. Faleminderit Blina, faleminderit shumë. Familjen edhe gjithë në Zvicrën. Kënaqësi. Ju përshëndesim edhe juve të nderuar shikues që edhe sonte ishit me ne. Natën e mirë. Miru pafshim nesër.